Qa halli ka ndani ata dhe njëri të tjetri? Hallin e drejtësisë. Laku i ka ardhur edhe Ramës afër. Rregull? Ikën gjithë zëvendës kryeministra, ministra, deputet, tek pulla ai ka ngelur. Do vi momenti që do të ka përcej, dhe ai do jetë lajm. Do ka përcej pragun e spakut. Pyetja është si do ja bëjmë? Se dolën këta të spaku tani, është e vetmja mundësi, është e vetmja pengesë, ferra e vetme në këmbë, si ja bëjmë? Ndryshojnë kushtetutën. Ndryshojnë kushtetutën. Votat i kemi, i japim dhe legjitimitet, se duhet e ca vota këti nga opozita, që duket sikur është konsensuale, apo jo? Edhe ndryshojmë regjimin juridik. Ja pse dije për dije, po edhe sot në fakt, ambasadori Gonzato, një nga çështjet që tha në një dalje publikisht, mos prekni reformën në drejtësi. Sepse ky është synimi final. Ndaj të gjitha këto historitë, kështu do shifni, pamje OJF-sh, lëvizje pa ide, pa platformë politike, pa synime për të ardhur në pushtet, thjesht dhe vetëm që t'jen ata vetëm, madje ka kap frika edhe nga Grosheaj, dhe ati si japin fjallën. Nuk e dhan fjallën sot. U mundua ai që të bënte shkeli rregullore, në fliste nga vendi, sa Nikoa e Degdisi. Pra, kjo që ti e quan në opozit, dhe unë nuk e quaj opozit, është një aneks e kontrolluar nga Edi Rama, ka vetëm një synim. Çdo zë që sfidon atë edhe Partinë Socialiste, duhet fikur. Fike. Ndaj jemi në farsë. Kjo është gjendja dhe prandaj skena të tilla do të shohësh. Zoti Dojani. Shiko. Zotin Ali Beaj nuk është opozit. Unë du të them që ne edhe këtu që jemi në këtë studio, por dhe çdo qytetar dhe çdo analist në radh parë, pa dashur të anatemoj asnjë, duhet nisemi nga interesat e vendit, nga interesat e qytetarëve shqip. Pra duhet t'i lëmë janë interesat e vogla të ngushta, qoftë partijake, qoftë apo për shkak të bindjeve. Shqipëria është në rrezik. Është në rrezik se kemi një kryeminist që vjen edhe tallet, tha me qenë se kemi miratu dhe ligjit. Dalim ide që tha zoti edhe zoti Ali Beaj. Atje do shkojmë më borse. Se më ndërpret vetëm tani. Jo, po ti ma nis një emisionin nga fillimi gjithmonë. Jo, sepse nuk ai sillet si një rrugaq kryeministri i thotë, me qenë se miratuam ligjin keni kthyer edhe me nderet. Po është një gjuhë që mund ta përdor kryeministri. Opozita i di vetë vendimet që merr. Unë thash sigurisht që opozita ka absolutisht plot gabime. Unë kam thënë vetë aty kur kam qenë në përmbledhje, sigurisht që ka gabime të veta, sigurisht që ka nevojë për reforma, për analiza, për gjithçka që të krijojë një frym. Por ama ne po merrna vetëm me opozitën, më zotëri. Kur kemi një pushtet i cili ka kapur gjithçka në këtë vend, kemi një kryeminist që kontrollon gjithçka, kemi një parlament që është kthyer në shtojës të qeverisë, një parlament i cili duhet funksionojë të kontrollojë institucionet e shtetit, sepse mekanizmi kryesor ka më ndërprer fjalën. Zoti Karaj, jo, po për mos e bërë monolog ta për diskutim. Zoti Karaj tha më herët që Andrea, të lutem sepse dukem le më qem se përmendi mua, për çfarë problemi ke? Po jo, për t'ju ndihmuar edhe ju, për t'ju ardhur në ndihmë. Unë jam duke folur, jam duke po ta bëjmë diskutim deri në fund. Okej. Kolekt tanë që ishin këtu folën dhe nuk i ndërprem. Po ti ma nisa të dhe njëtën pyetje që ju bëra në fillim, ma këthen prapë për emisionin. Se ka nuk është mirë dhe që... Jo, po ma këthen emisionin nga fillimi. Po jo, s'po ta këthen nga fillimi. O po të them, sigurisht që opozita. Do të knaqesh ti të themu që opozita e ka gjithë fajet në Shqipëri dhe ne du t'i zhdukim me s'është opozita. Jo, ka marrë 500.000 vota opozita ati. Ata njerëz përfaqësojnë qytetarët. Unë kam qenë deputet dhe në atë zonë ku unë jam votuar kryesisht në Kamës dhe në Kukës ku kam qenë, por në zonë janë zonat varfra. Ata njerëz sot s'kan ujë, nuk kan ujë, janë me pusën në Kamës. Ata s'kan rrugë. Ata janë në mirim, njerëzit kanë ngel vetëm pleqt. Po Xhelali ka qenë në 2015 në burr aty. Po pra e gjetën, dakor. Po pse kjo është, po kemi që 2015 kemi që 10 vjet rakipin më burr, po tash unë jam duke folur parimisht. Pra i paska fajet opozita, hajde t'ja lëmë opozitës, ta mbyllim dhe ikim. Mos zotëri, ke një
vend që është zhytur në korrupsion, mërla. Ke një vend pasigurt, ke një vend që nuk funksionon në drejta. Ta them unë, që ti e unë e gjithë të tjerët të flasin. Jo, ç'a platformë ke për ta zgjidhur krimin? Si do luftosh krimin? Si do luftosh atë pusin? Ja, pa këta do të tush. E do si e luftoj. Si do të luftosh krimin? Si do të bësh rrjetin e ujësjellësit? Si do të bësh atë rrugët? Këta do të tush. Maro avokat. Kur të marrosh më thuj, do ta them unë si. Ja për shembull, për sigurinë. E the për sigurinë, po. Duhet se si zgjidhet. Po pra këtë thuj. Po, duhet që gjithë ne si popull. Po lere mërë popullin, ti si politikan që do bësh? Lere popullin, si administrator. Lere popullin, popullin është në gjumë. Ti që do bësh? A më të gjove, jo më jo popullin së është në gjumë. Ore lere popullin, ti si drejtus, që do bësh? Ne si politik, si analist, si gjithë të flasim. Jo më jo si partimër, si parti, jo si analist. Të ndërgjystojmë opinionin publik që kryeministri i Shqipërisë përdor të largojmë, të gjejmë rrugën me largu grupet kriminale lidhur me Diramën. Të dim. Po pra po, do mundohemi. Po cila është detyra opozita? Opozita fjalën ka o zotëri. Jo, si. Po më fjalën ka. Të ndërgjysoj opinionin publik. Ka fjalën edhe të dal atje ku i mbyllet fjala në parlament të dal atje në protestë. Po më dal atje sepse është censuruar fjala në parlament. Del opozita dhe thot kryeministri kshu e varfëria si e zgjidhti. Ore ti ke platformë. Me largu Edi Ramën, pra kjo është platforma. Me largu Edi Ramën dhe qeverinë që vjedh për ti. Zotëri, e hoqi Edi Ramën, ti si do zgjidhesh qeverisin. Hallet e qytetarëve shqiptarë, si do zgjidhesh? Ma thuj ti, avokat. Ore si do rrisësh ekonominë, si do rrisësh ekonominë e tregut, si do investimin në infrastrukturë. Ti si e bën? Ore ke që këti veni është ky njeri që kontrollon gjithçka, që i zë do se si bëhet punë sipas variantës. Ne nuk kemi ardhur këtu për të thënë se si bëhet. Po pse më ke ardhur? Jo më jo. Po për këtë punë ardh. Jo më jo, ne kemi ardhur, po bëjmë një analizë. Ore është bërë opozita si konstatues, ore. Jo më nuk konstatues. Jo më jo kishte opozita program. Ore je përballë. Spaku për atë punë. Ore je përballë një diktaturë mos e. I ka mbyt spaku ata. Je përballë një personi që kontrollon gjithçka në këtë vend vjedh. Edhe ne duhet në këtë vend dil kryetari bashkisë Tiranës, që është i qeverisjes, edhe thotë jam i dënuar politikore. E kupton apo jo? Në këtë vend çfarë dëgjojmë? Është i burgosur politike opozitës. Shumica e medias në Shqipëri është e kapur nga Edi Rama. Pak kanë. Seriozisht e keni? Po këtu në çdo media vetëm opozita del ose s'dalin ata të tjerët. Dalin pra se ata s'dalin dot para qytetarëve se vjedhin. Ka fat më të madh. Se vjedhin. Po ku ka fat më të madh? Por analistët, ka fat më të madh. Një pjesë analize që paguhen në çdo debat që shkojnë. Ne ka të bëjmë djatë me katër. O zot do gjani. Katër këtu jemi të gjithë të djatë. Mund analistin, ai mundot. Pjesë analize janë bler edhe mediat janë të kontrolluar nga Edi Rama. Me argument. Mediat janë kontrolluar nga Edi Rama. Të lutem.